duke i parë deklaratat të vetë presidentes, kryeministrit edhe të eksponentëve tjerë të regjimit, faktikisht kërkojnë nga opozita domthonjë ta ul kokën apo të eshtë apo me një farë forme të serviloset, për mos me thonë edhe me zbath pantollat. Dhe unë po besoj që kjo opozitë duhet njëherë munal me menue për rolin që e ka. Domethënë edhe me fajin e tyne Kosova është të rrëshit të drejt një diktature populiste, dhe po besoj se një analizë thellë e brendshme e subjekteve politike veç e veç, dhe një qasje pak më ndryshe kashi Albinit dhe suitës ti, duhet ta ndryshoj situatën në Kosovë. Për ndryshe, me keqari e thonë, po mundësit në bazë si pja një tash, jo veç une, po gjithë mentalitetin e Albinin dhe njerëzve ti nuk përjashton edhe zgjedhjet edhe njerë, domethënë në prill.